Situata në Partinë Socialiste nuk duket as pak e qetë, edhe pse kryeministri Edi Rama nuk nguron në asnjë moment të kujtojë jo vetëm të tive, por edhe më gjerë, se mazhoranca që drejton ka plot 83 mandate deputetësh, dhe duket se me shifrën e mandateve që përmend, kryeministri synon të tregojë forcën që ka, veçanërisht në sallën e Kuvendit. Por disa detaje, në dukje të parëndësishme, tregojnë se disa nga ata që konsiderohen si senatorë në radhët e socialistëve, disa me mandat deputeti dhe të tjerë, pa arritur të fitojnë një të tillë në 11 maj, po tregojnë gjithmonë më shumë një distancim nga Edi Rama. Pas festës së organizuar nga socialistët në Berat, ku disa nga figurat e PS-s nuk preferuan të marrin pjesë, një tjetër fest, me rastin e festave të fundvitit, ka evidentuar të njëjtën gjë. E të radhë feste ishte e socialistëve të Tiranës, që mbrëmjen e së hënës u mblodhën në pallatin e brigadave, në shoqërinë e kryeministrit, për festat e fundvitit. Referuar raportimeve festës së socialistëve, nuk ju bashkuan disa nga emrat që pavarësisht peshës politike, qoftë në kohën kur PS drejtohej nga Indieri Fatosnano, ashtu edhe në ndrejtimin e Edi Ramës, kanë mbajtur pozicione specifike. Nga emrat e njohur që raportohet se nuk ishin prezent, përfshihen ish kryeministri Pandeli Majko, që në 11 maj humbi garën për të marrë një mandat deputeti, pasi përfshihen në listat e hapura të socialistëve të Tiranës. Po kështu mungonin edhe ish deputetet Mimi Kodheli dhe Ermonela Felaj, që në 11 maj nuk arritën të merrnin mandatin e ligjvënëses. Arben Pëllumbi, ish sekretari organizativ i PS, që gjithashtu mbeti jashtë Kuvendit, të dalë nga zgjedhjet e 11 majit, po ashtu raportohet se nuk ju bashkua festës së fundvitit të socialistët e Tiranës. Të paktën 2 nga deputetët aktual të PS-s, Fatmir Xhafaj dhe Erion Braçe, gjithashtu nuk ishin pjesë e festës. Por festimeve nuk i kanë munguar ministrat, por edhe Ogerta Manastirliu, që Edi Rama ka piketuar si kandidate për Bashkinë e Tiranës, dhe bëri çmos që ajo të pasonte Erion Veliajin, por vrulli kryeministrit u ndal nga gjykata kushtetuese, që nuk e legjitimoi shkarkimin e kryebashkiakut.